Humbi jetën një punëtor, ndërsa ende nuk dihet fati punëtorit tjetër, shembet masivi dheut në zonën e Holtës. Një ngjarje tragjike u regjistrua në zonën e Holtës në bashkinë e Gramshit, ku një masiv gjigant dhe u shembur në afërsi të një kanali që dërgon ujë në një hidrocentral. Si pasojë e shembjes, 2 punëtorë të një kompanie që po ndërtonin hidrocentralin kanë përfunduar poshtë masës së dheut. Deri më tani, një prej punëtorëve është nxjerrë pa jetë, ndërsa ende nuk dihet fati punëtorit tjetër. Menjëherë pas marrjes së njoftimit në vendngjarje, kanë mbërritur forcat e policisë dhe disa autoambulanca. Operacioni për kërkimin dhe shpëtimin e punëtorit të dytë vijon. Ngjarja ka ndodhur gjatë punimeve për hapjen e kanalit të veprës marrëse të ujit për hidrocentralin, ndërkohë që po hetohet për shkaqet e shembjes dhe kushtet e sigurisë në kantier.